Lezhë do t'i uroj. Në ambientet e bibliotekës Gjergj Fishta u promovua kolana e plotë e botimit Lezhë 1918, analizë e regjistrit austriak, vepra e autorit Evaristo Coli. Sipas autorit, vepra përfaqëson një burim të rëndësishëm dokumentar për studiuesit, historianët dhe të gjithë të interesuarit për historinë dhe zhvillimin demografik të këtyre trevave. Me këtë vepër hap një dritare re duke qenë burimi i çmuar për studiuesit e statistikës dhe historisë. Arkive gjallë për çdo familje që kërkon të rindërtoj rrënjët e saj. Dëshmi e fuqishme e mënyrës se si shoqëria shqiptare u regjistrua dhe u pasqyrua në vitin 1918. Në promovimin e këtij botimi morën pjesë shkrimtar, studiues dhe autoritete vendore, të cilët vlerësuan punën kërkimore dhe kontributin e kësaj kolane në pasurimin e fondit historik dhe kulturor të rajonit. Sjell një vlerë themelore të historisë sonë. Dhe në këtë kuptim, kjo është vlera parë e madhe, sepse paraqet në mënyrë statistikore një periudhë shumë interesante të shtetit prematur shqiptar, po i themun sa po formuar, jemi 6 vjet mas pavarësisë. Kjo është vlera parë, por te kjo vlera dytë që bën shkak edhe me i paraqit në katërvllime, është kjo pjesa utilitare. Aty ka të dhëna për profesionet, për arsimin, pra është konceptu një dokument dhe një material, një punim shkencor mbi bazën e materialeve dhe dokumentave që kanë bërë austriakët në vitin 1918. Ka sjell diçka që ne na duhet ta dimë, cili ka qenë censusi dikurshëm ose hungarez për zonat që mbuloshin ata, çfarë profesionte struktura popullsisë atëherë, etj. Gjithkush që vjen i tull në evidentimin e gjërave të tilla është i mirëpritur. Kolana Lezhë 1918, analizë e regjistrit austriak, vjen si një kontribut i rëndësishëm për dokumentimin e historisë dhe kujtesës së rajonit, duke ofruar studiuesve dhe lexuesve një pasqyrë të detajuar të realitetit demografik dhe shoqëror të kohës. Në Lezhë edhe i thoshin